duke shkruajtur për pikturin e talentuar Gazmend Freytag. Kur flasim për një piktur, duhet të nënkuptojmë gjithë atë shpirt, atë sy estetik që depërton magjinë apo trokitjen e një vrapimi ku deti, fluturimi apo portreti një njeriu me një ngjyrë vizional. Gjenomi një pikture revizohet si pikë referimi, edhe në shpirtin e një pikturi të talentuar si që është Gazmend Freytag. Çdo pikturë e tij sill një evolim, një njohje të vetvetes, ku duhet ndaluar në çfarë prizmi apo karakterit të një portreti, duke sintetizuar përpasat e ngjyrave, që nesër ato të lulëzojnë si një skalitje të një shije të hollë. Veprat e tij kalojnë nga një metamorfozë një kulture të hershme, qoftë kjo dhe fetare, deri në identitetin dhe nxjerrjen në palë të një tentative për psikologji të portretit. Të bie në sy ngulmimi dhe mbivendosja e ngjyrave, përkundrejt njëra tjetrës, duke krijuar një vallëzim elemente ndjesore. Ajo çka të tërheq të pikturat e Gazmendit është stili i veçantë, i rafinuar, që ruan koherencën me një penelat si e mbivendosur sipas gjendjes shpirtërore të portretit që ai sjell. Të bie në sy ngjyrat e pasura, drita me nuanca gri apo blu, dekorimi plot që vjen si një plan vendosje i pikave apo dekoreve që krijojnë një opus original me motive jetësore. Duke u futur në botën apo shpirtin e karaktereve, ai shpalos të bukurën, si një kod ngjyrash, si një konversion i nocioneve apo grishjen e një çasti magjik.